unë për herë të parë në Evropë kam pa një metropol evropian, një shtëpi publike edhe shkujke halal. Edhe i kom pyet ata, jo, kom pa, i kom pyet çka është kjo, thanë kjo është me thonë e shijave, dhe me thonë shetet e kanë, edhe aty shkoj ke njëri për shembull martohet për një natë dhe një ditë, ose për gjysmë dite, ose për një orë, po mos ka të kontrata, s'ki drejt mo. Jo, se s'ka do kontrata, do të mu që edhe me danë. Dhe me thonë, kjo absolutisht është ndalu, më nuk përmendet kërkun në Kur'an, edhe ne ta sqarojmë. Ja, bashkësia islame, këtu e udhëheq, sinqerisht për thëmë mënyrën më të mirë, e udhëheq jetën fetare, bashkësia islame e Kosovës. Edhe, elhamdulillah, ka një unitet, Ti janë të ori saj, sigurisht. Po, sigurisht jemi aty, edhe ka një harmoni në mes të në punësat e bashkësisë islame, dhe ne, sinqerisht për herë të parë kështu në media, jemi habit kërë kemi pa duke dhënë fetfaja, mirë po, nëse flet për sektin e Shia, apo nëse flet për shetët, është problem tjetër, amo jo me dalë me thonë Islami e Kur'ani, sepse shiitët janë një botë tjetër, e ne muslimanët jemi një botë tjetër. Nuk jemi të afërt. Po dhe si le ka fejnë e vetë. Edhe nuk bën, absolutisht nuk bën me na përngjasu neve me ata. Nuk përngjasohemi, shtetet janë të përqendruar në Iran, ka pak një pjesë, kogja e mirë është në Irak edhe në Liban, aty këtu disa numrat të vogël janë disa shtetet e tjera, që krejt ndoshta me i mbledh janë 1% e vogël. Pjesa dërmuese e muslimanëve janë çka? Janë pasues të Kur'anit edhe Sunetit, edhe e kanë trashëguar atë traditën e ndryshme të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, i cili në haxhin lam tumirs na la si emanet. Tha po ala dy gjëra, që nëse ju përmbaheni atyre, nuk do të humbni asnjëherë. Kanë librin e Allahut edhe Sunetin tim. Edhe ne e pasojmë Sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe kuptohet librin e Allahut mas pari, pastaj Sunetin, pastaj e pasojmë Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aliun. E jo sikur Shia për shembull, e anashkalojnë, e injorojnë Ebu Bekrin, e Omerin, e Othmanin, e kalojnë tek Aliu. Pse Shiat e dojnë më shumë Aliun se sa që ka dash pejgamberi alayhi salatu wassalam, që ka pas shokun e tij të ngushtë, edhe i pari prej fëmijëve që i ka besuar Muhamedi alayhi salatu wassalam është Aliu. Edhe e ka pas dhëndër, e ka pas vajzën e tij të dashur Fatimen, e ka pas të martuar për të. E tash dalën disa që po e duan, e që në fakt nëse flasim për besimin e tyre është çesharak. Që më bëni përshtypje që kjo halal, se halal kom po vishte picat e kështu ku ka interesant. Jo, ka. Po kush jeton këtë kohë shef gjana të çuditshme. Kështu që zakonisht për mish gici ose mish viçi është halal haram, po për këtë s'pas tani. Sinqerisht pas tani. Po në Evropë ka gjithçka, në për metropolet evropiane gjithçka është. No mirë që na mësove. Hoxh. Jo, unë nuk ta mësova ty me shku atje. Jo kështu. Jo. Jo. Mos keq kuptove. Mirë që na mësove si term që po ekzistoj ka. Po ekziston, ama domethënë dhe udhëheqin Shia. Sigurisht. Jo ne këtu. Jo. Ja, në tona nuk po. Tek ne domethënë martesa është diçka e shenjtë. Po. Është marrëveshje në mes të burrit edhe të gruas me lejen e përgjegjësit të vajzës, që është baba i saj, nëse është gjallë, nëse jo dikush prej axhallarëve apo prej të afërmëve të saj. Edhe me prezencën e dy dëshmitarëve besimtar musliman të drejtë, edhe me dhuratën e kurorizimit që është mehri, e që është dy llojesh, dhuratë mehr muajjal i menjëhershëm apo muajjal i madhënshëm. Plotësohen këto kushte, atëherë është prej traditës së pejgamberit alayhis salatu wassalam, jo ti tinë zotë më nejt një ditë dy me ta, po është me publikue edhe është sunet me tregue se filani u martu me vajzën e filanit. Këto janë rregullat tona dhe ne me qindra vite kemi këtë kulturë, këtë